Bypassi i Tiranës është një tjetër projekt I rëndësishëm infrastrukturor për të cilën ka nisur puna në terren në dy fazat e para. Ministri I Infrastrukturës së Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli inspektuan nisurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më tani janë realizuar mbi 30% e punimeve fizike. Ministri Karakaçi e vlerësoi bypassin e Tiranës si një projekt strategjik. Jemi sot në kantierin e bypassit Tiranës. Në fakt është ndër kantierët më strategjik që ne kemi, sepse bën ndërlidhje ndërmjet korridorit Adriatik Jonian këtu man Kashar dhe pastaj vazhdimin e Kashar Lekë autostradës vijuese. Dhe po ashtu ndërlidhje ndërmjet Tiranë-Durrës dhe autostradës Elbasanit, duke bërë dhe shmangjen e hyrjes në qytetin e Tiranës. Ministri I Infrastrukturës së Energjisë theksoi më tej se projekti do të adresojë egëshitësimet e kërkesat të komunitetit të zonës, teksa janë parashikuar ndërtimi I rrugëve lokale për të bërë të mundur aksesin e banorëve e bizneseve të dy anët e këtij segmenti rrugor.